Gjykata kushtetuese e ka luajtur rolin që prej vitit 2010, kur e ka shpallur një ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit pjesërisht në kundërshtim me kushtetutën dhe pastaj prej vitit 2014 në raport me themelimin e institucioneve ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, pavarësisht pse në disa raste ka pasur vonesa të theksuara, por kur e shohim në praktikën që e ka ndërtu, vërejmë që ajo i shtërën të gjitha mjetet edhe në kuptimin e marrjes së komenteve, kundër komenteve, argumenteve, kundër argumenteve nga palët e interesuara. Dhe një rast i tillë, po që se dërgohet në gjykatën kushtetuese, do t'i merr vendit 3, 4 deri në 5 muaj në mënyrë që ta sjellë një vendim meritor. Ne kemi edhe një kërkesë nga ana e presidentës që ende nuk ka aktgjykim përveç që dihet që është pranu në lidhje me pasojat e moskonsultimit të Kuvendit Kosovës brenda fatit prej 30 ditëve dhe një rast tjetër, përkundrejt që konsiderojmë që nuk është e shëndetshme për demokracinë që politika t'i pret gjithmonë vendimet e gjykatës kushtetuese si vendimet të cilat duhet me skicsu, duhet me pa udhën për ta këshilloj gjykata secilin deputet Kuvendit Kosovës, sepse ai deputet betohet në një seancë konstituive, edhe betimin që e bën është mbi bazën e njohurive që i ka edhe për kushtetutën, edhe për parimet demokratike, edhe për tiparet e një qeverisje të mirë, në ndërkohë pritjet janë që gjithherë një arbitër që është jashtë, që është shumë mirë që janë pritjet që ka, por nuk do duhet gjithmonë që të kemi vetëm lexim të situatave nga ana e gjykatës kushtetuese dhe veprimeve të Kuvendit në mënyrë që të ndriçohet rruga pastaj. Do duhet që politika të ishte e sinqertë, politikanët të ishin me integritet të lartë në mënyrë që me e trajtu rrugën në raport me themelimin e institucioneve. Pra, deri në 4 muaj, eventualisht 5, do t'i merr rastin në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të tregohet se si duhet me u vepru, cilat janë pasojat pas datës 5 mars, eventualisht pas datës 5 prill, cili është 60 ditë, sepse ka interpretime të ndryshme. Ka interpretime që fillon afati me 4 janar, ka interpretime që fillon me 4 shkurt dhe përfundon me 4 prill. Në këtë drejtim do duhet që gjykata kushtetuese t'i jepte një sqarim. Aja çka vërehet që është në kushtetutë, nga leximi i saj, nuk ka pasoja, por ato pasojat nuk ka mundur atëherë hartuesi i kushtetutës në këtë rast, edhe komisioni në vitin 2008-2009, edhe Kuvendi kur e ka miratu, ta skicoj dhe ta precizoj gjithçka. Fatkeqësisht që nuk është rregulluar me rregullorën e Kuvendit të Kosovës, do duhet me u rregullu në legjislaturën e 10 ose cilën do qoftë në 19 në rast se shkojmë në zgjedhje, se nuk po i dihet edhe, po shihet që emocioni është më shumë nga zgjedhjet se sa nga arsyeja që ta kemi një president konsensual ose një president tek e fundit me 61 vota për, dhe t'i bëjmë ndryshimet në mënyrë që ta rregullojmë dhe të mos bijmë prej situatave ku a duhet zgjedhet presidenti brenda 60 ditëve apo kur i s'ka dhënë mandati edhe cilat janë pasojat. Me po kushtetutën ja 500 faqe me një edhe mos me lon asnjë hapësirë për përgjigje. Falë vetëm ideja e kushtetutave të shkurtë është model amerikan. Dhe ideja ka qenë që me pas politikan cilët e kuptojnë mirë frymën të përgjithshëm që e kuptojnë frymën e kushtetutës, dhe jo me përdor për qëllime të bllokimit, por për qëllime siç ka thënë gjykata kushtetuese të deblokimit. Domethënë s'po na vjen tamam. Zoti Kajtoni, duke i përcjell zhvillimet nga afër brenda partive politike, e sidomos të vetëvendosja, çka keni mujt me vrejta? Ka sinjale konkrete që zonja Osmani nuk mund të kandidohet nga ana e lëvizjes vetëvendosje, duke i pas parasysh gjitha ato zhvillime që i kemi pa në raport me zotin Kurti? Ende mbetet e paqartë kjo çështje, duke e ditë që mundësia praktike ekziston, meqenëse se 30 nënshkrimet e vetëvendosjes mundën të jenë për zonjën Osmanin. Faktikisht ata mund të nxjerrin edhe 2 kandidatura duke ditur numrin e deputetëve, meqenëse se një deputet nuk mund të nënshkruaj për 2 kandidat, por duhet vetëm për njërin, atëherë vazhdon me qenë ende në garë dhe zonja Osmani. Mirë po, duke ditur edhe deklaratat për edhe qëndrimet, faktikisht ka qenë sot kryetarja e Kuvendit Albelina Haxhiu, e cila në një farë forme ju ka bërë thirrje deputetëve që në momentin kur do të hedhet në votim çështja e presidentit, të njëjtit të qëndrojnë sallë dhe të kryejnë obligimin kushtetues që sipas saj i obligon
i obligon kushtetuta, duke në një farë formë edhe në kundërshtim me veprimet që i ka bërë vetëvendosja, duke ditur që si në kohën kur e zgjedh president Hashim Thaçi, si në kohën kur e zgjedh zonja Jahjaga, kanë munguar në ato seanca, nuk kanë marrë pjesë fare pra për ta bërë quorumin, dhe ajo sot u kujtoi deputetëve duke u thirrur në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, sikurse ato të vitit të kaluar për çështjen e konstituimit, edhe kur ishte çështja për krye parlamentarin, mirë po edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese tek çështja e rrëzimit të Bexhet Pacollit si president që ka qenë vitin 2011, duke ju thënë që të njëjti duhet qëndrojnë në sallë. Derisa sa i përket çështjes së zonjës Osmani, mbetet akoma edhe e pa shpjegueshme edhe çështja e deputetëve brenda grupit të Lëvizjes Vetëvendosje që janë deputetët e Guxha. Të njëjtit edhe më tej përveç përjashtë Haxhi Avdylin, i cili para disa ditësh është shprehur që është pro zonjës Osmani për ta vazhduar mandatin, gjithë të tjerët janë të heshtur sa i përket çështjes nëse duhet t'i vazhdohet mandati edhe për 5 vjetë zonjës Osmani ose jo, duke ditur që njëjtit kanë themeluese të partisë që sot janë deputet nga ajo parti zonjën Osmani, duke ditur edhe rrugtimin që ka pasur bashkë me kryetarin aktuale të partisë, në këtë rast ministrin e drejtësisë Donika Gërvolla Shvarc, dhe një qëndrim jo konkret ose jo i plotësisht i ditur nga ta, edhe kjo kontribon në këtë mjegullën e situatës brenda Lëvizjes Vetëvendosje, po edhe brenda Kuvendit të Kosovës. Derisa sigurisht që ajo çështja e fjalimit fundvitit 2024 e zonjës Osmani ka qenë mbase edhe ala vazhdon të jetë pika kryesore ku zoti Kurti ja ka mbajtur mend nga ajo kohë, siç është çështja e përmendjes së Bigjozit me aleatët, çështja edhe kritikave që ka pasur për çështjet me ushtarakët e cilët në atë kohë raportoi se i kanë mbetur pa ushqim, si dhe çështjet e tjera sa i përket edhe marrëveshjes së Bruksel-Ohrit, që këtë rast në atë kohë nuk nënshkruhej nga Serbia, mirë po zonja Osmani pati thënë pikërisht në atë seancë që më shumë se sa nënshkrimi i presidentit të Serbisë, ka vlerë nënshkrimi i presidentit të Amerikës ose garancia që ka ofruar presidenti amerikan, dhe krejt situata tjera, përfshi këto edhe çështjen dhe kritika që ka pasur zonja Osmani sa i përket çështjes së anëtarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës, dhe në cilat në momentet e fundit pra atëko kryeministri edhe zëvendës kryeministri edhe ministra e jashtme Donika Gërvolla i kishin dhënë garancit në Këshill të Evropës për ta dërguar çështjen e asociacionit në gjykatë kushtetuese, mirë po një gjë e tillë ishte bërë me vonesë dhe rrjedhëmisht Kosova kishte mbetur jashtë, edhe për këtë ka pasur ankesa nga zonja Osmani edhe kritika për qeverinë, dhe sigurisht krejt këtu e kanë bërë që të mos t'i harrohet një veprim i tillë nga vetëvendosje, pavarësisht që sfundi dihet që ka pasur edhe veprime që kanë qenë pro vetëvendosje, se përmendi zoti Koci më herët edhe çështjen e datës, caktimit të datës, mirë po para se marrte data edhe çështja e caktimit të Gleo Konjufës si mandatari i dytë, duke ja bërë të mundur të shtyej afatin për të ofruar sa më afër datës së zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Zotri Koci, kryeministri Albin Kurti e ka përmend Murat Jasharin si një figurë ideale për president, duke u thirrë edhe në rrethanat gjeopolitike, po ashtu edhe nevojën për një stabilitet politik. A është ky një propozim që u është dukur si serioz, apo është më shumë një përdorim simbolik i familjes Jashari? Tani e kam vështirë të them dot, sepse nuk dëshiroj të paragjykoj, por mendoj që operimi me emrin e zotit Murat Jashari nuk është tash e thutje, sidomos nga momenti kur zoti Jashari është deklaruar, do thotë. Mendoj që është jo korrekte.